Deri më tani janë mbyllur 226 kazino online që kanë vepruar në territorin e Maqedonisë së Veriut, për 40% është ulur numri i kazinove, bëri të ditur zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti, po ashtu paralajmëroi se së shpejti platformat online nuk do të ekzistojnë më. Dua të bëj thirrje të gjithë qytetarëve, e sidomos të rinjve. Mos bini pre e emailave mashtrues. Mos luani me fatin tuaj në platformat ilegale. Nëse keni mjete të depozituara në këto faqe, të rriqni ato sa më shpejt. Shteti po vepron dhe këto platforma nuk do të ekzistojnë më. Mexhiti theksoi se janë në përfundim të propozimit ligji të ri për lojrat e fatit. Sot mund t'ju informoj që jemi në përfundim të propozim ligjit të ri për lojrat e fatit, që mund t'ju garantoj që minimum dhe jetë dikun 50-70% më rigoros me nenet mrenda ligjit, të cilat vetiu do sjellin pra mbylljen e dikun 70% pra të bastoreve, të kazinove që janë nëpër lagjet tona, afër shkollave, afër qerdheve, gjithandej që është bërë industria kryesore e qeverisë së kaluar. Mexhiti u apeloi qytetarëve që të denoncojnë kazinot online që me këtë qeveria të marrë masat e duhura. U zotua se do të çrënjosin këtë sistem me lojra shfati, gjë që ishte edhe premtimi i koalicionit Vlen.